është ora fundit e profesorit Fadil. Profesori Fadil, i ke 5 minuta kohë, me shënorën, ma dhe këtë me filtrat, dhe me përshëndet në cëndeshë. Përndeshë. L'ultima volta con molto amore e Salve Magister, gracias Viviano. Ora fundit, profesorit Sinde. Profesorit Sinde, i ke 5 minuta kohë, me shënorën e fundit, përshëndet në zasë, ma dhe këtë. Gjithçka që është përjetuar dhe gjithçka që është bërë me sakrificat të mëdha, unë edhe sot besoj edhe më tutje derisa të jem gjallë do të mendoj se pas sakrificë, pas sakrifikuar individualen në fushën e arsimit, nuk mund të arrijen rezultate. Është mision fisnik, një mision për cilin njeriu kur përcaktohet që ta përfundojë shekullin e jetës së vet në këtë profesion, duhet të ketë parasysh dy gjëra. Duhet të ketë vetëm fokusin e vet në drejtim të ngritjes së cilësisë në vazhdimsi dhe të jenë në trend me kohën. Edhe në fillim të fillimit, edhe pa filluar, kam pas një besim të paluhatshëm se në këtë shkollë do t'i bëj vitet më të mira të karrierës sime të mësuesit. Kjo edhe më realizua, ndodhi edhe për mua që kënaqësi e madhe të kaloj këto 19 vjet në këtë mes. Jam shumë i lumtur që këto 18 vite isha pjesë e Loyolas. Loyola Gimnazium thjesht është jeta ime. Loyola Gimnazium do të mbetet në vazhdimsi edhe pas daljes sime në pension si një tempull rreth cilit do të sillen dhe do të falem. I dashur profesor Fadil Bytyqi dhe i dashur profesor Skender Berisha, sot jemi organizuar për të nderuar gjithë kontributin tuaj të veçantë dhe të jashtëzakonshëm në arsimimin dhe edukimin e gjeneratave të shumta. Duke e ditur se i keni qëndruar besnik arsimit shqip në kohrat më të vështira, sot me shumë krenari po ju themi që po pensionoheni nga ky profesion duke lënë pas nxënës dhe mësimdhënës të frymëzuar nga përkushtimi, profesionalizmi dhe mirësia juaj, që siguron frymën e shëndosh të arsimit shqip. Në emër të nxënësve, mësimdhënësve dhe të vendit tonë, ju faleminderit për punën dhe për kushtimin tuaj të palodhshëm në arsim. Urime pensionimin.
Profesori Fadil, do të llogaritni këto si domje për shkollës, jashtë ju presin, profesor tjerë që kanë ndojë, na jemi familje, do të mbesim familje. Pa dyshim. Suksese në angazhimin tonë, sportin, me këtu jemi, edhe më tutje. Merë.